Fantazmat e ekstremit të djathtë përshfaqen në 100 vjetorin e luftës së parë botërore. Në gjithë Europën tashmë ekziston frika se për shkak të krizës njerëzit do të votojnë për partitë e ekstremit të djathtë. Partitë anti-Bashkimi Evropian po fitojnë terren në shumë vende të Europës. Ato shfaqen në sondazhe më të sigurta për fituar. Madje këto parti po kthehen trend në Europë. Testi i radhës për gjithë Bashkimin Evropian do të jetë maj i vitit 2014 në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Votimi do të tregojë nëse zemërimi dhe zhgënjimi do të përkthehen në vota për të djathtën ekstreme. Situata duket se është pak në favor të partive ekstreme pasi shumë qytetarë europian mendojnë se zgjedhjet për në Parlamentin Evropian janë më pak të rëndësishme se ato kombëtare. Shpesh shumë qytetarë zgjedhjet për në Parlamentin Evropian i përdorin si një votim protest ndaj politikave qeveritare kombëtare. Ekstremistët e djathtë janë duke përdorur dhe krizën ekonomike për të shumëfishuar votat në adresë të tyre. Për këtë, ata po shfrytëzojnë veçanërisht papunësinë e lartë të rinj në vendet e Bashkimit Evropian. Në Gjermani tashmë e djathta ekstreme është kthyer në tabu, ndërkohë që në Francë, vetë qeveritarët i kanë dhënë një honë ekstremit të djathtë. Ekstremistët në Francë, Gjermani apo Norvegji, të cilët kundërshtojnë imigracionin, islamin, si dhe Bashkimin Evropian kanë nisur koalicionet për zgjedhjet e 22 majit të vitit 2014. 8 muaj përpara zgjedhjeve, udhëheqësi i Partisë për Lirinë në Holland, Geert Wilders, dhe udhëheqësja e Partisë së Frontit Kombëtar të Francës, Marine Le Pen, deklaruan se fushata do të jetë e përbashkët për zgjedhjet e vitit 2014 për në Parlamentin Evropian. Partitë e djathta populiste dhe anti-europiane si Fronti Nacional i Marine Le Pen, Partia e Lirisë e Geert Wilders në Holland, NPD në Gjermani, Fronti Kombëtar Britanik, Jobbik në Hungari apo Ataka në Bullgari, kanë një të përbashkët. Ata u premtojnë qytetarëve zgjidhje të thjeshta për probleme jashtëzakonisht komplekse dhe jo vetëm në vendin e tyre, por në gjithë Europën.